Sot me 1 prill 2025, Shqipëria feston 16 vjetorin e anëtarësimit të saj në NATO, një arritje historike që e ka bërë vendin pjesë të aleancës më të fuqishme të mbrojtjes kolektive në botë. Kryetari i shtetit Bajram Begaj ka përshëndetur këtë ditë të shënuar përmes një statusi në rrjetet sociale, duke theksuar se Shqipëria ka dëshmuar se është një anëtare e denjë e NATO-s, duke kontribuar dhe marrë pjesë aktivisht në misione dhe operacione ndërkombëtare. Në këto 16 vite, Shqipëria ka dëshmuar se është anëtare e denjë e aleancës me kontribute dhe pjesëmarrje efektive në misione dhe operacione të NATO-s dhe se do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj aleancës euroatlantike për të patur një NATO të fortë, të bashkuar dhe solidare. Kreu i diplomacisë shqiptare Igli Hasani gjithashtu ka ndarë mesazhin e tij në lidhje me këtë përvjetor, duke cilësuar anëtarësimin e Shqipërisë në NATO si një dëshmi të forcës, sigurisë dhe solidaritetit të vendit në aleancën euroatlantike. Ne kemi NATO-n dhe NATO ka Shqipërinë, shkruan Hasani duke theksuar se Shqipëria do të vazhdojë të kontribuojë me krenari për forcimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për 16 vite, Shqipëria ka qenë një aleate besueshme, duke ofruar mbështetje të fuqishme për operacionet e NATO-s në mbar botën. Ushtarët shqiptar janë të pranishëm në disa prej misioneve më të rëndësishme të aleancës, përfshirë në vendet baltike, Poloni, Rumani, Bullgari dhe Kosovë, duke kontribuar në forcimin e sigurisë në këto rajone. Gjithashtu Shqipëria po punon vazhdimisht për të modernizuar strukturën e saj komanduese ushtarake, duke rritur gatishmërinë e forcave aleate. Anëtarësimi në NATO ka forcuar pozitat strategjike të Shqipërisë dhe ka ofruar mundësi të mëdha për zhvillimin e vendit, si dhe për forcimin e marrëdhënieve me aleatët e saj ndërkombëtar. Ky përvjetor vjen në një moment kur konteksti gjeopolitik ka ndryshuar dhe Shqipëria vazhdon të angazhohet për të kontribuar në stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare.